116.289 persona do të kenë të drejtën për të votuar në zgjedhjet e 11 majit nga qyteti i Vlorës. Në këtë shifër janë të përfshirë të gjithë banorët e 5 rajoneve në brendësi të qytetit, të cilët kanë të drejtën e votës. Një numër ky në të cilin nuk përfshihen qytetarët me të drejtë vote, që janë banues në njësitë administrative të qytetit. Nëse do të marrim në referencë edhe numrin e banorëve me të drejtë vote në njësitë administrative, atëherë kjo shifër është edhe më e lartë. Sipas informacioneve të siguruara nga televizioni 6+1 Vlora këtë të premte, ka përfunduar dorëzimi i ekstraktit përfundimtar të listave zgjedhore. Ekstrakt ky, i cili është dorëzuar tashmë edhe Bashkisë së Qytetit, ku pritet të marrë firmën zyrtare nga kreu i Bashkisë së Vlorës pas verifikimeve në institucionin kryesor të qytetit. Hapi i radhës pas zyrtarizimit edhe në bashki i ekstraktit zgjedhor, do të nisë edhe shpërndarja e tij dhe listave zgjedhore në rajonet përkatëse, nga të cilat do të nisë më pas shpërndarja në qytet. Mësohet se brenda pak ditësh do të nisë vendosja e listave zgjedhore në vendet e miratuara nga KQZ për të vendosur këto të fundit. Në ekstraktin final të listave zgjedhore, që i është dorëzuar tashmë edhe bashkisë, janë të gjithë emrat që do të kenë të drejtën për të votuar në 5 rajonet e Bashkisë së Vlorës në zgjedhjet e 11 majit. Në këtë ekstrakt ka patur disa ndryshime. Në të janë futur emrat e të gjithë personave të cilët deri në datën 11 maj janë në moshë 18 vjeç, duke fituar të drejtën për të votuar, dhe janë hequr prej andej të gjithë ata emra të cilët kanë dëruar jetë.